Një avion anglez i llojit Street Fighter i rënë ujërat e liçenit të Ohrit në Pogradec gjatë luftës së dytë botërore është vetëm një ndër potencialet e mëdha për të zhvilluar turizmin e zhytjes në këtë liçen. Avioni unë e kam trashëguar thash nga babai tim. Dishe nga Pogradeci Qerber, po i përret parë fare, them para 15 vite kam vajtur me baban aty. Pa bomla, me apnea. Kurse tash kemi bërë zhytje me apnea, kemi të filmuar. Me sy të lirë duken ato grëmadhat, është pjesa e motorit, është rrota e mitralozit që gjuhet, një pjesë e kraut, edhe shumë pjesë të tjera të lidhje me motorin, ato kabut që janë. Nuk është prekur fare, nuk është bërë asnjë lloj pastrimi, se nëse më bëhet një pastrim do dalë më e bukur. Gjatë luftës së parë botërore, ka mjaft objekte të cilat gjenden në ujë. Por edhe gjatë luftës së dytë botërore, madje dua t'ju përmend një avion Street Fighter i cili gjende pikërisht në afërsitë të molit të qytetit që ka rënë gjatë luftës së dytë botërore dhe të gjitha këto përbën edhe atraksione për sa i përket dhe turizmit në New York. Gjërat që mund të shikosh në fund të liçenit janë të pafundme. Shumë gjëra për herë që zhytesh shikon diçka të re, asnjëherë nuk shikon të njëjtën gjë. Nëse je trajnuar për atë dhe di rregulloren, di si zbatosh rregullat e zhytjes, besoj se nuk është diçka shumë e vështirë, por gjithçka është e lidhur dhe me pasionin, varet sa i pëlqen secilit. Gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, avionët anglez nuk bënin vetëm patrullim, por sipas peshkatarëve të vjetër të Pogradecit, njëri prej tyre merrte peshk Koran që ja dërgonte më pas mbretëreshës së Anglisë, një lloj legjende kjo që ka qarkulluar, por që peshkatarët konfirmojnë vërtetësinë e saj. Është e vërtetë, vinte avioni që nga Anglia, vinte edhe qëndronte në Orë, në fushën e Orit. Aty vinte merrte Koran, se këtë lloj specie vetëm 2 liçene kanë në botë. Një kemi në Shqipëria dhe një kanë në Rusi. Duket se misteri dhe historia miliona vjeçare e liçenit të Ohrit është ende në ujë. Deri më tani janë arritur të zbulohen vetëm 2 vendbanime palafitesh me i vjetrin anën shqiptare prej 8100 vitesh, ndërsa ekspertët pritet të nisin të tjera kërkime për të paktën edhe 2 vendbanime të tjera.